Muzika e huaj, zakonisht. Muzika popullore? E jona? Muzika e lehtë. S'ka muzika e lehtë. Cila muzikë? Ti pëlqen atje? Muzika e lehtë italiane? Po. Gjermane? Amerikane? Apo muzika jonë popullore? Muzika jonë e lehtë. Përfundimisht i dënon luftëtar protestuarin me vdekje, pushkatim. Në Shqipërinë e viteve të diktaturës komuniste, dëgjimi i muzikës së lehtë të huaj nuk ishte thjesht një shije personale, por një akt i konsideruar armik ndaj regjimit. Sistemi i ngritur nga Enver Hoxha e shihte kulturën perëndimore si kërcënim ideologjik dhe synonte izolimin total të shoqërisë nga çdo ndikim i jashtëm. Të rinj që dëgjonin këngë italiane, franceze apo anglo-amerikane, që mbanin flok të gjata, vishnin në rroba moderne ose përpiqeshin të imitonin modën perëndimore, përballeshin me ndëshkime të rënda, përjashtim nga shkolla, internim familjar, burgime afatgjata dhe hetime të vazhdueshme nga sigurimi i shtetit. Muzika, librat dhe radiot e huaja konsideroheshin mjete degenerimi borgjez. Në raste të caktuara, akuzat për agitacione propagandë kundër pushtetit popullor shkonin përtej dëgjimit të muzikës. Kur këto veprime shoqëroheshin me shpërndarje materialesh, organizim rrethesh rinore ose kundërshtim të hapur ndaj vijës zyrtare, gjykatat e regjimit jepnin dënime ekstreme, përfshirë edhe dënime me vdekje. Këto vendime shërbenin si terror shembullor për të friksuar shoqërinë, jo si drejtësi reale. Ky realitet nxjerr në pa problematikat thelbësore të një sistemi të prapambetur dhe represiv, mungesën e lirisë së shprehjes, kriminalizimin e kulturës, kontrollin total mbi jetën private dhe përdorimin e dhunës shtetërore për të ruajtur pushtetin. Diktatura e izoloi Shqipërinë nga zhvillimet kulturore botërore dhe shkatroi breza të tërë të rinj, duke i dënuar për një krim që sot konsiderohet e drejtë elementare, të dëgjosh muzikën që dëshiron.